për kontrazi ati muhabeti që shpreje pëlqim për mu. Prej banorëve që i patëm në foto, prej fermerëve nuk patë për plasje me kërkën përveç Albës. Që shke mujtë me menagju ka që mirë situatën mrenda? Pa debate? Nuk e di, nuk kemi pas shumë debate për shkak që kemi punu ma shumë me kafsh. Nuk kemi marrë me ato gjana, e kuptan. Se cili ka po punën e vetë, edhe kur të qënë mirë, kur t'jep një person pozitivitet, nuk punësh me u përballë me ta. Kështu që unë me krejt e kom që mirë, për pas që e thash me Albën se unë e drejtsin e du shumë, edhe nuk du me pas një femën në qatë mënyrë me u përdur. Regjia, nëse kemi foto tjera? Një foto me Limin. Si që ke kalu në përgjithsi me Limin? Me Limin, mirë. Kemi pas një shoqënit mirë. Për kontrazi ati muhabeti që shpreje pëlqim për mu, mu ka do që është vish pjesë e lojës tina. Po nuk e di, nuk kam nëjë raport me të. Edhe që kemi vazhdu muhabet jashtë. Më respektoj nëse e shë, e respektoj edhe kaq. I komentum në përgjithsi fermerët, debatës ke pas, kam prit publikë për teje që kime qenë shumë agresive mrenda. Ma shumë të regove që ke hy për vllaun, e na po dojna me komentu tash edhe një foto tjetër, një dhurat nga familja jote. E kemi edhe foton. Ti e nuri i shpirtit tonë, krenare me ty e gjithë familja të duam shumë. Që shka qenë për ty kë moment, kë dhurat? Me nejt me një vend të mbëllët, qka do që të kishë ardhë mrena, të ka duk interesant. Edhe normal që ma zdo debati, ma zdo gjo që ka ndodhë aty mrena, gjithë mund të kimenu pjesën jashtë se qysh pa mendojnë ata. Unë e kom pas gjithë mund atë tutën se mos po ndodhë diqka që s'pi pëlqen, dhe mos po dalë prej vetës, se unë e kom thonë, e kom pranu veç që jam shumë temperamente, dhezna shumë shpejt, po aty e kom mojtë vetën shumë mirë, edhe kur më ka ardhë kjo foto, ka qenë një pjesë emocionale, që kom fillu edhe me qajtë, për pjesën që mami është në foto, edhe është një foto shumë mati, edhe më ka emocionu shumë. Që shumë ndjeve kër e kuptove që je e rrugës drejt në fermë? Normal që shumë mirë, kom vazhdu që drejtimin tem që mos me ndru rrugën edhe me vazhdu njëjtë.